sot bashkë me Ministrën Bogujevci dhe Ministrin Hoti. Jemi këtu në fshatin Kallutër për të parë nga afër punën e ekipeve tona në kërkim të së vërtetës për personat e zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Më lejoni së pari që të falenderoj institucionet e Republikës së Kosovës të përfshira në këtë proces, secilin zyrtar të institucioneve, qoftë nga policia, nga prokuroria, nga Komisioni për personat e zhdukur me dhunë gjatë luftës së fundit në Kosovë, po ashtu nga IML-ja, por edhe secilin institucion tjetër që po e bëjnë angazhimin më të madh për të ardhur deri te e vërteta. Tash ajo çfarë është konfirmuar është që mbetjet janë me prejardhje njerëzore. Tani duhet presim punën e institucioneve kompetente për ekzaminime dhe për identifikim. Ajo çfarë është e rëndësishme ta theksoj është që secili nga ne, institucionet e Republikës Kosovës, përfshirë këtu edhe mediat, duhet të kujdesemi që ta ruajmë integritetin e hetimeve, sepse kjo është një çështje shumë e ndjeshme, e po ashtu të kemi konsiderat për familjet që presin informacione se çfarë po ndodh në këtë terren. Ajo çfarë duhet theksoj po ashtu është që personat e zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë, pra gjatë luftës së fundit në Kosovë, është plaga më e madhe me cilën po përballemi edhe sot. Pra edhe përkundër faktit që kanë kaluar mbi 27 vite nga periudha e luftës, ne përballemi me pasojat e asaj lufte. Përsa kohë këtu po bëhet përpjekje maksimale për të kuptuar se ku janë personat e zhdukur me dhunë, vazhdojmë të përballemi me gjuhë të urrëties, me retorika shoviniste, me mohim të krimeve, e po ashtu me pretendime territoriale ndaj Republikës së Kosovës nga krerët e institucioneve në Serbi, qoftë nga Vučić, qoftë nga Brnabić. Pra nuk mund të ketë paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përsa kohë kemi varre të fshehura, përsa kohë kemi arkiva të mbyllura dhe përsa kohë kemi mohim të vërtetës nga ana e Serbisë. Në këtë rast bëj thirrje nga partnerët ndërkombëtar që t'i bëjnë presion Serbisë që të hapë arkivat. Ju e dini që janë mbi 1500 persona për cilët edhe familjet presin të dinë se ku janë trupat e tyre, por edhe institucionet e Republikës së Kosovës që kanë bërë një përkushtim maksimal. Unë këtu jam përveç me Ministrin Hoti që ka bërë një punë shumë të madhe në këtë drejtim, jam edhe me kushtrimin, zotin Gara, që po ashtu nga ana e tij si zyrtar në komision, si drejtues i këtij komisioni, ka bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë gjithë këtyre viteve. Prandaj nuk është problemi tek mungesa e veprimeve nga ana e institucioneve të Republikës Kosovës, por sepse Serbia nuk jap informacione dhe nuk i hap arkivat.